dhe të drejtësisë. Lavdi Zotit, lavdi popullit shqiptar. Free, free Palestine! 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 Jo në emrin tim! Jo në emrin tim! Jo në emrin tim! Të nderuar motra dhe vëllezër, i përshëndetje. Të nderuar shqiptarë, ju që jeni mbledhur këtu dhe ju që na ndiqni përmes ekranit. Të gjithë ne këtu jemi mbledhur jo vetëm për të folur, jo vetëm për të shprehur, jo vetëm për të pozicionuar në anën me të drejtë të historisë, në anën e së drejtës, në anën e së vërtetës, në anën e njerëzorës, por mbi të gjitha ne këtu jemi mbledhur për të mos thjeshtur. Ne këtu jemi mbledhur për të reaguar. Ne këtu jemi mbledhur për të pozicionuar të drejtën sipas kundërshtrimit. Jo vetëm tonë si besimtar musliman, jo vetëm tonë si qenie njerëzore, jo vetëm tonë si shqiptar, por mbi të gjitha të njëjtin pozicionim që mban bota e qëndruar. Ajo çfarë po ndodh me Gazën, ajo çfarë po ndodh me Palestinën, është një diçka të secilës. Të gjitha shtetet dhe kudo janë shprehur dhe janë pozicionuar kundër këtij genocidi. Anë të secilit janë shfarosur dhe kanë jetën e qindra dhe mirave të pafajshme. Qenie njerëzore të cilët kanë të njëjtat të drejta për të jetuar në territorin e tyre, në shtëpinë e tyre dhe kudo si çdo qytetar tjetër